من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلندريم ذا الأدريمات إتاكون فتم الله عز وجل صلوات الله سلامة يدرقوي محمد عليه الصلاة والسلام paqja dhe mëshira e Allahut Azza wa Jall qoftë mbi të, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij sinqer besnik, edhe mbi të gjithë ata që e pasojnë deri ditën e gjykimit. Të nderuar agjërues dhe agjëruese, jemi në ligjëratën e 12 me radhë tek cikli i ligjëratave Emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall, enkas për këtë muaj të bekuar të Ramazanit. Kaluan 12 ditë të këtij muaji dhe jemi me emrin e 12 me radhë të emrave të bukur të Allahut Azza wa Jall. E ky emër është El Badi'u, që do të thotë shpikësi. Ndër emrat e bukur të Allahut Azza wa Jall është edhe El Badi', shpikësi, krijuesi i ekzistencës nga mosqenia. Pra, s'ka qenë ekzistenca më herët, e ka krijuar Allahu Azza wa Jall nga mosqenia paraprake. Krijues i çdo gjëje, pa kurfar modeli të mëparshëm. Kjo është Allahu Azza wa Jall El Badi', shpikësi subhanahu wa ta'ala. Ky emër i bukur i Allahut Azza wa Jall është cekur vetëm 2 herë në Kur'anin famlar. Është cekur në fillim të Kur'anit, në surën Al-Baqara, ajetin 117 dhe në surën Al-An'am, ajetin 101. Allahu Azza wa Jall në surën Al-Baqara tha: Badi'u s-samawati wal-ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu është shpikësi, krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembull të mëparshëm. Kur dëshiron Allahu të bëjë diçka, ai mjafton vetëm të i thotë bëhu, edhe ajo bëhet. Ndërsa në surën An'am Allahu Azza wa Jall tha: Badi'u s-samawati wal-ard أَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Allahu është shpikësi, krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembull paraprak. E si do të ketë fëmijë ai kur nuk pati bashorte? Ai ka krijuar çdo gjë dhe është i dijshëm Allahu Azza wa Jall për çdo gjë. Kuptimi gjuhësor i emrit të Allahut El Badi', fjala El Badi'u rrjedh prej foljes bada'a yabda'u, që do të thotë ka krijuar, ka shpikur diçka pa shembull të mëparshëm. E shpikësi quhet El Badi'. Ndërsa emri i Allahut El Badi', se i përket lartëmadhërisë së Allahut Azza wa Jall, Imam Tabariu e shëron këtë çështje kur flet për fjalën e Zotit në surën Al-Baqara: Badi'u s-samawati wal-ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Allahu është shpikësi, krijuesi i qiejve dhe i tokës, pa shembull paraprak. Kur dëshiron Allahu të bëjë diçka, ai vetëm i thot bëhu edhe ajo bëhet. Ka thënë Imam Tabariu, kuptimi i fjalës El Mubdi'u është shpikësi, krijuesi i asaj që nuk ka qenë më parë, nuk ka bërë askush diçka të tillë. Për atë arsye quhet risimtari në fe Bidaxhiu El Mubtadi', sepse ka sjell diçka në fe që se ka vepruar as nuk ka thënë askush më parë. Për atë arsye muslimani duhet me qenë, do thotë, i kujdesshëm. Gjithashtu kuptimi i ajetit, Allahu Azza wa Jall pra ka thënë që është El Badi', shpikësi, krijuesi i qiejve dhe tokës, për shkak se Allahu Azza wa Jall e ka demantuar akuzën e jo muslimanëve, idhujtarëve se Allahu ka fëmijë, se Allahu Azza wa Jall thot ka vajza. A si ka mundsi shpikësi i çdo gjëje me i pas, do thot, këto gjëra subhanahu wa ta'ala. Për të arsye idhujtarët kanë shpik për Allahun Azza wa Jall, Allahu Azza wa Jall është larg çdo shpikje dhe çdo emet subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall El Badi' është ai që ka shpikur qiejt dhe tokën, i ka krijuar ato pa model paraprak. Pra e ka krijuar Allahu Azza wa Jall me fuqinë e tij Isa alayhis salam pa prind. Gjithashtu El Badi', ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, është krijuesi i qiejve dhe i tokës, shpikësi i tyre,
në formën më të mirë të bukurisë, në formën më të mirë të krijimit, në formën më të mirë të funksionimit preciz. Ajo është Allahu Azza wa Jall subhanahu wa ta'ala. Allahu Azza wa Jall, të gjithë jemi të vetëdijshëm që është krijuesi i kësaj gjësie. Ai ka qenë dhe nuk ka pasur asgjë me të. E pastaj ka krijuar gjithçka që ka dashur Allahu pa shembull paraprak. Ka krijuar gjëra nga asgjëja, pra dhe ka krijuar gjëra nga mosqenia atyre fare më parë. Dhe kjo na jep me kuptues se Allahu është El-Badi', është shpikësi subhanahu wa ta'ala. Adhurimi i Allahut Azza wa Jall, madhrimi i Zotit xhallahu ala, shpikësi të çdo gjëje, është hak. Andaj ne duhet ta madhrojmë, ta adhurojmë, ta falenderojmë, t'i bëjmë tasbih lat madhrisë e tij, ta lartësojmë Allahun Azza wa Jall ashtu siç e meriton, ta lartësojmë Allahun nga çdo e mirë që e kanë veshur pa besimtarët. Kjo e bën njeriu dhe muslimanin, agjëruesin dhe agjëruesin që të jetë modest para lat madhrisë së Allahut Azza wa Jall, nga se sado që njeriu aftësohet, avancohet në dije, në shkencë, në zhvillim, kur ai e kupton se çfarë ka krijuar Allahu Azza wa Jall, kur e kupton se kush është Zoti i tij, kur e kupton se Allahu ka krijuar çdo gjë, atëherë duhet ta shtojë modestin, edhe të ndihet shumë i vogël para madhrisë së tij, edhe nëse ai ka shpik ndonjë, do thotë diçka nga çështjet e kësaj bote. Andaj na duhet të meditojmë në krijimin e gjithësisë, në krijimin e çejve tokës. Duhet të meditojmë, do thotë se çdo gjë funksionon në mënyrën më të përkryer të mundshme. Pra Allahu Azza wa Jall njëkohësisht ka emra të tjerë që kanë kuptime të përbashkëta me emrin e Allahut El-Badi'. Për shembull, emri i Allahut El-Khaliq është krijuesi, El-Bari është nismëtari, El-Musawwir formuesi dhe El-Badi' janë emra që kanë ngjashmëri edhe lishmëri, do thotë me emrin e Allahut Azza wa Jall El-Badi'. Se i përket shpikjes, do thotë nën kupton që Allahu ka krijuar diçka, do thotë pa shembull paraprak subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu Azza wa Jall është shpikësi dhe ai i cili ka krijuar gjëra për mrekulli, pa shembull paraprak. Për shembull, prej gjërave që Allahu ka shpikë është mrekullia e zërit. Do thotë që Allahu Azza wa Jall në universin e tij ka krijuar gjëra pa pasur shembull paraprak. E prej tyre është bota e zërave për plot gjallëri. Andaj cicerima e zogjve, harabeleve, pastaj zërat e njerëzve, zërat e shpendëve, do thotë ka krijuar Allahu Azza wa Jall gjëra të mahnishme subhanahu wa ta'ala, të cilat gjëra do thotë nuk ka mundësi me i shpikur kush edhe me do thotë i kriju gjithkush. Andaj kjo është Zoti xhallahu ala, i cili ka kriju gjëra dhe normalisht është ai i cili ka shpik gjëra. Prej tyre thamë është çështja e zërave të ndryshme të krijesave të Allahut Azza wa Jall, dhe kjo është prej bukurive të Allahut Azza wa Jall. Andaj si ka mundësi me dyshu në Allahun Azza wa Jall, kur ky Zot do thotë ka kriju zëra të ndryshëm. Për shembull, sikur kafshët të kishin zërat e njëjtë, si do të ikjen nga ujku, do thotë që ulërin pas teje. Përderisa edhe pula ka mundësi me ulëri, macja, bylbyli edhe kështu me radhë. Andaj Allahu ja ka dhënë ujkut zërin ndryshe, arushës ndryshe, krijesave tjera ndryshe, sa ajo është shpikësi i pa shembull xhallahu ala. Pastaj prej gjërave që El-Badi ka shpikë Allahu Azza wa Jall është çështja e syrit, që Allahu Azza wa Jall i ka dhënë të pamurit krijesave. Po mos kishin krijesa të pamur, si ka mundësi, do thotë me gjallënu, si ka mundësi me lëviz. Për arsye Allahu tha: "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a, wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." O dhe njerëz, Allahu kur ju nxoi nga bashët e nënave tuaja, ju nuk dinit asgjë. As nuk sheh fëmia deri në 3 muaj apo deri në 6 muaj. As nuk ka mundësi me përcjell shikimin. "Wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'ida la'allakum tashkurun." Allahu ju dha të pamurit, shqisa të dëgjuarit dhe shqisa do thotë mendjes, logjikën, la'allakum tashkurun, që ju jeni falënderues, do thotë me këto gjëra jeni falënderues dhe mirënjohës të Allahut Azza wa Jall. Pastaj Zoti xhallahu ala El-Badi' shpikësi është se Allahu ka kriju, do thotë ngjyra, dhe normalisht Allahu Azza wa Jall i ka dhënë dikujt, do thotë ngjyrë të lëkurës, dikujt të zezë, dikujt të vrukt, dikujt të kaft, dikujt të kuqe. Pastaj Allahu Azza wa Jall
i ka dhënë edhe sy krijesave të ndryshëm, dikush i ka të kaf, dikush i ka të zi, dikush i ka do thotë të qelt. Këto gjëra na japi me kuptuar që Allahu ka krijuar çdo gjë, madje edhe në duar të trupin e njeriu, gjërat nuk janë të njëjta. Shikoj 5 gishtat në dorën tënde, wa fi anfusikum afala tubsirun. E Allahu i thret mendjes, do thotë, shikoj edhe veten tënde, do thotë se çfarë argumente ka krijuar Allahu azza wajal. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Allahu thotë na kena me dëshmu atyre se Allahu është al-badi', është shpikësi, do thotë çdo gjë që ka krijuar në qej, subhanahu wa ta'ala, dhe normalisht kena me mundësu që me pas edhe në vetveten e tyre argumente. Pastaj prej shpikjes së mahnitshme është edhe shpikja e aromëve, e shijeve të ndryshme të njerëzve. Andaj të gjithë njerëzit, do thotë nuk e kanë shijen e njëjtë. Dikush e ka shijen ndryshe prej tjetrit, dhe dikujt mundet me ju dok gjella e gjelb, dikujt mundet me ju dok mesatare, e dikujt ju duket apo shija apo shijon, do thotë apo ka nevojë që ti hidhet edhe me shumë kryp. Andaj këto gjëra, do thotë na hapi me kuptues se Allahu azza wa jalla është el-badi', do thotë shpikësi që ka krijuar çdo gjë. Pastaj nëse ndalemi me shikuar në univers, çfarë ka shpikë Allahu azza wa jalla? Për shembull, ka shpikë dhe ka krijuar diellin që nuk ka pas ekzistencë dhe krijim të mëparshëm të diellit. Çfarë do të ndodhte dhe mos të ekzistonte dielli? Allahu azza wa jalla tregon se Zoti xhelalu ala është ai i cili do thotë ka krijuar diellin dhe është ai i cili do thotë ka krijuar gjëra që njerëzit duhet të meditojnë. Çfarë do të ndodhte nëse nuk do të ishte dielli? Universi do të rrohej i tëri, nga sa rrezet e diellit, të cilat e ndriçojnë jetën tonë, nuk do të ekzistonin. Drita e diellit të cilën hëna dhe yjet e reflektojnë gjatë natës nuk ekziston. Pra Allahu mba qiellit do të shuhej plotësisht. Andaj Zoti xhelalu ala është ai i cili do thotë ka krijuar çdo gjë, badiu samawati wal ard, do thotë ai i cili është shpikësi i qejve dhe tokës. Pastaj ka krijuar Allahu kodra, pastaj ka krijuar dete, por të gjitha jetojnë në dritën e diellit, nga se dielli është elementi kryesor i ushqimit të tyre. Si të mbin nga toka domatet, qepa, gruni, elbi, molla, portokalli edhe pemë të tjera, do thotë pa qenë drita. Dhe Allahu azza wa jalla është ai i cili është el-badi', shpikësi. Ose për shembull të ndëruar, agjëruese, Allahu ka krijuar oksigjenin. Si ka mundësi me imagjinu njeriu ekzistencën e ndonjë jete pa oksigjen? Nëse jeta pa diell do të ishte e pamundur, ta vazhdonte atëherë jeta pa oksigjen, në esencë nuk do të ekzistonte fare. Pyeti njerëz që kanë probleme me mushkëni, pyeti njerëz që kanë probleme me bronhitis, apo kanë probleme kronike të mushkërive. Ata janë gjendje me pagu me kosto koxha të lartë që vetëm me marr oksigjen shlirshëm, me marr frym shlirshëm, nga se nëse trupi i njeriu ka problem me oksigjen, atëherë edhe qelizat e trupit do të s'kan mundësi me u rigjeneru, edhe s'kan mundësi me funksionu pa pas oksigjen. Andaj Allahu azza wa jalla është ai i cili do thotë krijoi çdo gjë. Pastaj meditoje krijimin e ujit, që Allahu azza wa jalla e shpiki krijimin e ujit dhe bëri që të mos ketë ekzistencë pa ujë. Uji në bëri elemente gjallërisë. Tha Allahu azza wa jalla وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Ne kemi bërë, do thotë që uji të jetë pjesë përbërëse e jetës dhe çdo gjë të gjallërohet përmes ujit. Për gjitha këto gjëra, çka duhet me vepru na? Me mbështet, me dasht Allahun azza wa jall. Edhe me thirr Allahun me këtë emër, me lut Allahun me këtë emër, se këta emra nuk mësohen vetëm me mësu, por duhet që fed'uhu bi, Allahu ka thonë, luteni Allahun me këta emra. Edhe me thonë oti që ke shpik krijimin e qeve, oti që je el-badi', ke shpik krijimin e hanës, e ujit, ke shpik gjëra që s'kan qenë maharet, ma unsë këtë dhe atë. Andaj mos mbese vetëm si dituri formale dhe vetëm si dëgjim ligjërate, por ta fusim këtë emër në praktikën e përditshme, të jetojmë me këtë emër, të madhrojmë Allahun dhe të lartësojmë me këtë emër të bukur el-badi'. Dhe në takimin e ardhshëm ju lënë në kujdesin e Allahut azza wa jalla, edhe mësmiri, walhamdulillahi rabbil alamin.